Nuk është se kam pas ndonjëherë kurrështi për këto gjëra, jo si u krijoi njerëzimi, jo si do vi fundi i njerëzimit, fillimet e fundit s'është se më interesojnë, që mua më intereson tranzicioni, në rruga që unë po bëj dhe jeta që po jetoj. Tani, pse nuk e shikojmë në Zotin? Nuk për shembull e shikoj Zotin. E shikoj të sytë e mi, e shikoj të sytë e fëmijës tim, e shikoj të bukuria që më ka dhënë, e shikoj të zemra e pastër që më ka dhënë, e shikoj të deti. E shikoj Zotin të qielli, të dielli, të shpendët, të kafshat. E shikoj Zotin të ushqimi që prodhon toka, që po më shijon shumë. E shikoj Zotin të mesazhet me dashuri që më vijnë nga të panjohur në rrjetet sociale. Unë për vetë e shikoj Zotin, por që të shikosh Zotin duhet të hapësh zemrën, duhet të japësh dashuri dhe duhet të jesh gati të pranosh dashuri, sepse Zoti nuk shikohet me sy, Zoti ndihet në zemër. Është një lloj si interneti, për shembull, të thua pse se shikojmë në internet, bombe internet pa ta përcjellë këtë video. Kështu që Zoti